U përmbyll edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Qarshia, i cili nga 23 deri më 26 korrike shndërroi Qarshinë e vjetër të Shkupit në një skenë të artit muzikor në nivel të lartë dhe dialog kulturor. Gjatë 4 netëve të festivalit u realizuan 4 koncerte ku performuan 20 solist nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Rumania, Italia, Kosova dhe Spanja, të shoqëruar nga Orkestra Simfonike Ajga e Maqedonisë. Po mendojmë që Çajiri dhe komunat tona janë pra një generator i ideve kreative që të ardhmen do mundson ta marrim hisën tonë dhe të kemi më tepër kulturë, më tepër buxhet, këtë kjo në funksion pra të rrugës dhe kultivimit të identitetit tonë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Publiku ishte i mrekullueshëm, ishte një publik i cili vërtet na mbuloi me emocion, na mbuloi me një energji të jashtëzakonshme. Shkupi, siç e thashë, meriton dhe un kam mision si një artiste shqiptare e operës, e vetmja vazhdoj të jem, por duke krijuar një rrugë që të hapet për të gjithë të rinjt dhe të vazhdoj në gjurmët që kam krijuar bashkë me Invën për projekte shqiptare, por dhe në teatr që të vinë dhe të punojmë profesionalisht për të na nderuar në të ardhmen. Festivali u mbështet nga komuna e Çajirit, kryetari i secilës tha se mbetet i përkushtuar në zhvillimin e kulturës si shtyllë e zhvillimit lokal, turizmit dhe promovimit ndërkombëtar të komunës së Çajirit, qytetit të Shkupit dhe të gjithë vendit.